Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se nesër moti pritet të jetë kryesisht me vranësira të ndryshueshme me rreshje të herpashershme lokale shiu, ndërsa sipas tyre në pjesët juglindore do të ketë kushte për paraqitje të rralla të bubullimave, po ashtu do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi jugor. Në Shkup, mot me vranësira të ndryshueshme paradite në disa pjesë të Luginës do të ketë kushte për rreshje të herpashershme shiu. Sipas DPHM-s, me datë 8 prill 2026, ditë e premte, moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, me rreshje të herpashershme lokale shiu, kurse siç thonë nga DPHM, pasdite do të ketë paraqitje të paqëndrueshmërisë, me shi të rrëmbyeshëm dhe bubullima të rralla dhe do të fryjë erë dobët deri mesatare nga drejtimi jugor. Ndërkaq, ditën e shtunë, DPHM sqaron se priten vranësira të ndryshueshme dhe moti paqëndrueshëm me rreshje lokale shiu, të rrëmbyeshëm dhe bubullima, ku në disa vende priten procese më intensive me rreshje më të dendura shiu, të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erë të përforcuar, kurse ditën e diel, nga DPHM, thonë se moti kryesisht do të jetë me vranësira të ndryshueshme dhe moti paqëndrueshëm me rreshje lokale shiu të rrëmbyeshëm dhe paraqitje të bubullimave, ku sipas tyre do të fryjë edhe erë dobët deri mesatare nga drejtimi jugor.